Pavarësisht rritjes së numrit të studentëve që diplomohen çdo vit, tregu i punës vijon që të ketë mungesë të profesionistëve. Eksperti i punësimit Erion Muça shton se ka ardhur koha për një reflektim nga institucionet e arsimit të lartë për t'u ofruar më shumë kërkesave të tregut, jo vetëm përmirësimi i kurrikulave, por edhe praktikat profesionale shihen prej tij si mundësia më e mirë për të përmirësuar situatën. Universitetet përgjithsisht kanë akoma problematika për sa i përket përditësimit të kurrikulave dhe programeve për t'i bërë ato sa më praktike dhe konkrete në përputhje me kërkesat dhe nevoja specifike të tregut punës në profesione të caktuara. Muça thekson se duhet investim edhe në përgatitjen e stafit akademik dhe në përdorimin e metodave bashkëkohore të mësimdhënies. Universitetet kanë akoma punë për të bërë, për të përditësuar dhe njohuritë, dijet dhe aftësitë e stafit akademik në përputhje me diversifikimin e metodologjive dhe metodave të mësimdhënies me qëllim që t'i zhvillojnë aftësitë studentëve të tyre lidhur me punën dhe jo thjesht t'i pasurojnë formimin e përgjithshëm atyre. Si zgjidhje më të mirë, eksperti i shikon në realizimin e bashkëpunimit mes universiteteve dhe bizneseve. Kjo, thot ai, do të bëjë të mundur që studentët të kenë kapacitetet e duhura për t'u përfshirë menjëherë në profesionet që mësojnë në auditor.